Një kryezi ka ekzistuar sa hera, ndoshta jo në aspektin e një operacioni, por për të gjithë njerëzit që për shembull janë diabetik dhe kanë aparatin e diabetit në trupin e tyre, ata janë krejt të pambrojtur, kështu që nëse neve kishim një qëllim të keq për ta vrarë dikë, thjesht ndërhynim në pacemaker, në mënyrë s'kishim nevojë as të ishim pranë, komplet në mënyrë digjitale ose në aparatin e diabetit për të dhënë për të dhënë doza më të larta ose më të ulta se ç'duhet. E them këtë për të thënë që ky nuk është problem krejt i ri, ndoshta ndonjë se ka për masa shumë më të mëdha tani, është një problem që ka ekzistuar në vite dhe ka solucione sigurie kibernetike që ndihmojnë për këtë. E dyta, për sisteme kur aspekti shëndetësor i njerëzve, i njerëzimit është i rregulluar, është i moderuar ka ligje, nuk është se dikush do të lejojë që të vijë një robot të bëjë operacion me zemër të hapur pas një ndërhyrje. Në fakt, edhe po të donim sot të kishim, jemi ndoshta dekada larg që ajo të realizohet. Çfarë mund të shoh është që ndodh sot në aspektin e robotëve dhe robotët dhe inteligjenca artificiale nuk janë e njëjta gjë. Roboti është në një farë mënyre ne i themi një tenxhere me që lëviz, sepse nuk ka shumë inteligjencë në vetvete, është pjesa e software-it që i jep inteligjencën. Po ne sot, edhe në Amerikë dhe në vende të tjera të zhvilluara, nëse shohim një krah robotik që lëviz siç duhet, konsiderohet arritje. Kështu që e ndaj këtë për të bërë pikën që nuk jemi aq afër asaj ideje. Arun e Teslës e Optimus, robotet që ishte neni, babysitter, pastronte shtëpinë, gatuante, jemi larg nga ajo. Kemi ende kohë. Ku i shohim ama shumë interesante, një në aspektin shëndetësor është marrëdhënia njeri robot, që po bëhet gjithmonë edhe më e afërt. E shohim në makinat si Waymo, në makinat që i japin vetdënëse, nuk e di, pa shofer, ku mosha ime janë të tmerruar kur hyn çdo herë, pavarësisht sa herë që hyn, dhe vajza ime është e lumturuar, edhe 12 vjeçare thotë, unë të dua kaq shumë, pavarësisht që i thua është iPad me rrota, është e lumturuar mbas tij, domethënë që ka një ndarje të madhe brezash, dhe pastaj e shohim në gjëra më specifike, për shembull, iRobot për vite ka pasur makineri që të lajnë qimentot ose të vakumosen. Funksionon, bëjnë gjithë hartën e ambientit të shtëpisë vet, dhe ti vë ikën, ai vakumos dhe kthesh e gjen gati. Po arsyeja pse janë në gjendje ta bëjnë në këtë kohë, në këtë pjesë të pjekurisë së teknologjisë, është sepse është një shumë specifike. Sa më i ngushtë diapazoni i çfarë i kërkohet robotit të bëj, aq më i lartë saktësia në arritjen që bën. Okej. Unë po shijoj çfarë thua ti dhe po dal nga rrjedha e pyetjeve që kisha menduar, po dua të mbetem pak tek chatet që ti përmende ChatGPT-n ose ndoshta Claude apo ka shumë të tjerë. Mendon që do vinë një pikë që do bashkohen dhe do bashkohen dhe forcat ndoshta edhe përdoruesit në dy apo tre, apo do vazhdojnë të shtohen të tjerë, të cilët në një farë mënyrë ofrojnë shërbime të ndryshme për kategori të ndryshme. Për kategori të ndryshme, do jetë interesante se do vijoj. Nëse unë bëj një parashikim, mendoj që nuk do të jetë një, po nuk do të jenë shumë. Të paktën në nivelin e themelor të software-it të inteligjencës artificiale. Do me thënë, nëse sheh Nvidia që janë pjesa fizike, chips dhe të tjera që janë gjysmë përcjellësave, sipër tyre ka modelet themelore siç është OpenAI, ChatGPT është aplikimi, siç është Anthropic, siç janë të tjerat, Mistral, e tjerë. Këto mendoj që do t'jenë disa, jo një, po disa po jo shumë. Në fakt në anglisht është një shprehje që thotë fituesi merr shumicën, nuk është fituesi merr gjithçka, not a winner take all, winners take most. Fituesit marrin shumicën. Dhe arsyeja pse është sepse këto janë teknologji që kanë kërkime të jashtëzakonshme në konsumin e kapitalit, sepse ju duhet fuqia e procesuese. Dhe
natyrshëm mund t'i financojnë vetëm ose firma që janë jashtëzakonisht të mëdha, siç është Google, siç është Microsoft e tjera, ose kompani që kanë ngritur aq shumë kapital, siç është OpenAI dhe jo shumë larg e vijuar nga Anthropic, ku kapitali, si të thuash, është dytësor dhe e kanë gati pa limit. Asgjë nuk është pa limit, po gati pa limit. Dhe arsyeja pse ju duhet kaq shumë atyre është sepse duhet të procesojnë gjithë të dhënat e webit, gjithë të dhënat e internetit. Dhe ajo kërkon fuqi procesimi dhe si rrjedhoi kërkon kapital. Fuqi procesimin e database-it edhe të këtu është ai problemi që diun Computational power. që shumë energji apo janë të Po ajo është eksaktësisht, domethënë që kërkohet dhe për këtë duhet të ngresh ato qendrat e të dhënave, data centers, qendrat e të dhënave kërkojnë shumë energji dhe pa devijuar nga thelbi i pyetjes, në fakt është kthyer në temë politike sepse në zona të caktuara ku janë ngritur data centers, ku janë ngritur qendrat e të dhënave, kosto e elektricitetit është ngritur dhe është bërë gati temë politike që ka filluar të nxjerrë pa kokën në zgjedhjet e ardhshme në nëntor. E lëm atë mënjan për t'ju kthyer pyetjes. Këto atëre në bazë do janë disa. Si për tyre në nivelin e aplikimit, middleware dhe aplikimit, do kenë shumë kompani, sepse shumë prej tyre do shkojnë në formën vertikale, për shembull dikush që të ndihmon të përmbushësh recetën nga momenti që shkruan doktori në momentin që e ke në dorë të mbuluar nga asiguracioni dhe sistemi kompleks që ka Amerika dhe vende të tjera. Dikush që të jep të saktë të dhëna se si mund po të jesh për shembull një firmë, nuk e di Zara ose diçka e tillë, si di ti që mallrat që janë nga Kina dhe do të vinë drejt Europës ose drejt Amerikës, arrin në kohë, me çfarë kostoje dhe me cilin mjet zakonisht ujor do dërgohen. Si merr ato të dhëna në kohë reale, s'ka ekzistuar, tani ekzistojnë. Pra ka gjëra të kësaj natyre që janë mundsi disa miliardçe në po të ngrihen dhe të arrin sukses, po në një të kohë janë vertikale mjaftueshëm ose të limituara mjaftueshëm që një Gemini me Google ose OpenAI ose Microsoft ose dikush tjetër nuk i ndjek, sepse po të ndjekin i bie të konkurrojnë me klientët e tyre dhe kanë konflikt biznesi. Së fundmi po shohim një ndarje me OpenAI dhe ChatGPT më të fokusuar në modelin e konsumator, dhe që do thotë që po shkon të bëj konkurrencë direkte me Google nëpërmjet Gemini të Google-it dhe diçka më të fokusuar për biznesin, ajo që përbën Anthropic me Claude. Dhe Claude ka bërë ca tentativa në anën e biznesit, jo thjesht që të jetë më specializuar për të, po edhe të krijojë disa hapësira, për shembull Claude financa ose Claude për shëndetësinë, që të ketë akoma më adoptim. Ato që tani kanë nga një tarifë mujore apo vjetore, varet se si janë proceset, mendoj që do të rriten, do të jetë dhe më i kushtueshëm në të ardhmen me përmirësimin e tyre? Nuk mendoj, modeli i biznesit është akoma duke u qartësuar. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.